Babai unë vajzën në tren. 20 vjet më vonë, një test i ADN-s tregon të vërtetën. Kur Viktor gjeti një ndarje të qetë, ai nxitoi brenda për të zënë vendin e tij. E u qetësua kur gjeti një çift me një fëmijë përpara tyre. Ai ul në ndenjse dhe e vendosi vajzën e tij në ndesë ngjitur, ndërsa ajo ishte ende në gjumë të thellë. Ai pa fytyrën e së bijës dhe psherët i u i lehtësuar. Një gest i vogël nga një zemër e madhe. Për ju mund duket e vogël, por për mua do thot bota e tërë. Çdo mbështetje, çdo antar që bashkohet, më jep mundësinë të vazhdoj të krijoj përmbajtje që dua dhe që e di se ju e pëlqeni. Bëhu pjesë e familjes tonë të ngushtë. Kjo nuk është vetëm mbështetje, është një lidhje, një tregues se jemi në këtë rrugëtim së bashku. Secili prej jush ka rëndësi, bashkohuni tani dhe le të ndërtojmë diçka të bukur së bashku. Duke qenë se tashmë ishte një natë stresuese, sytë e Viktorit po mbylleshin në mes, pasi ai tashmë ishte i lodhur. Nuk e kishte zënë gjumin mbrëm dhe donte dremitej për pak kohë. Por ai u përpoq të qëndronte zgjuar, pasi nuk donte të rrezikonte me asnjë çmim sigurinë e vajzës së tij. Ai ishte aq i lodhur sa që dremiti duke parë vajzën e tij. Ai nuk e dinte sa kishte fjetur apo për sa kohë, por ndihej vërtet i qetë. Ai hapi sytë dhe pa pranë tij, dhe ajo që pa i mori frymën. Vajza e tij mungonte. Ai shikoi përreth ndarjes